Bismillahirrahmanirrahim. Shumë njerëz sot thonë unë besoj. Mirë po, Allahu i Madhreshëm na mëson se besimin nuk e dëshmojnë fjalët tona, por besimin e dëshmojnë vepra dhe jeta jonë. Ashtu siç Allahu i Madhreshëm na tregon që veprimet dhe sjelljet tona tregojnë se çfarë imani kem. Allahu i Madhreshëm na tregon surën El Hujurat në ajetin 14 duke thënë: Beduenët thanë, ne kemi besuar, thuaj ju te atyre, ju ende nuk keni besuar, por thoni ne jemi dorëzuar, sepse besimi ende nuk ka hyrë në zemrat e juaja. Prandaj, dashur vëllezër dhe motra, kur besimi hyn në zemrën e njeriut, ai reflekton vepra dhe sjelljen e tij. Andaj iman është atëherë kur neve largohemi nga gjunahi edhe nëse jemi në vetmi. Pastaj neve kur na vjen mundësia për një gjunah, edhe nëse nuk na shohin tjerët, e dim që na sheh dikush dhe largohemi nga ai gjunah, si dhe fundit e zgjedhim halalin mbi të gjitha, edhe pse mundet me qenë i vështirë. Andaj dashur vëllezër dhe motra, imani është reflektim i zemrës e ajo pastaj i jep rezultate dhe frytet në sjelljet dhe në veprat tona. Dhe natyrisht, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e tij ka thënë: imani është 70 e ca deg, më e larta prej tyre është dëshmia që nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ndërsa më e ulta prej tyre është largimi një pengese nga rruga. Andaj dashur vëllezër dhe motra, edhe një pengesë ose hjekim nga rruga është pjesë e imanit. Mirë po shtrohet një pyetje: pse njerëzit kanë iman të dopt? Pse shumë prej njerëzve imani i tyre është shumë i ulët? Kjo për arsye se ata nuk e ushqejnë imanin e tyre, dhe një iman i cili nuk ushqehet, ai rezulton të jetë pastaj i dopt. Sikur një shembull shumë praktik, një pemë cilën e mbjellim, mirë po nuk e ujitim dhe si rrim gati me kohë, ajo rezulton të thahet. Ashtu edhe një iman i cili nuk promovohet me dhikr, nuk promovohet me përmendje të Zotit, nuk promovohet me lexim të Kuranit, edhe ai iman fillon dobësohet dhe të largohet. Dhe natyrisht një pyetje shtrohet këto: cilat janë mekanizmat me cilët ne e mbajmë imanin dhe e forcojmë atë? Do t'i shohim 5 mekanizma shumë të rëndësishëm. Mekanizmi i parë me cilën neve e ngrisim dhe forcojmë imanin tonë është namazi i rregullt. Nuk ka asgjë që e forcon më shumë imanin se sa namazi i rregullt. Mekanizmi i dytë me lexim të Kuranit. Vëlla dhe moter, nuk guxon të ik asnjë ditë e te mos shoqërohesh me Koranin fisnik. Mekanizmi i tretë shumë i rëndësishëm është përmendja e Allahut. Allahu i Madhreshëm Kur'ani ka thënë: me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat, pra të jemi të vazhdueshëm përmendjen e Allahut. Mekanizmi i katërt shumë i rëndësishëm që na ndihmon forcim të imanit është përzgjedhja e shoqërisë së mirë. Pejgamberi alayhis salam herët na ka treguar: njeriu është në fenë e shokut të vet, andaj kujdese me kanë shoqërohesh. Dhe mekanizmi i fundit, i pesti, largimi nga gjunahet. Nuk ka asgjë që rëndon trupin dhe e ndrysh zemrën se sa gjunahet apo mëkatet. Andaj dashur vëllezër dhe motra, këto janë 5 mekanizmat shumë të rëndësishëm që të na ndihmojnë forcimin e imanit tonë. Për fund krejt, dashur vëllezër dhe motra, imani nuk është thjesht një sirtar i mirë që do ta vendosëm dikon. Mirë po, imani është ndryshim rrëndësor i të menduarit dhe të vepruarit tonë. Andaj, një iman i fortë rezulton me një personalitet të fortë. Një iman i dopt rezulton me një njeri të dopt. E lutim Zotin e Madhreshëm që imanin e fortë na fusë në zemrat tona dhe ky iman të reflektojnë sjelljen, veprën dhe karakterin tonë. Zoti ju shpërbleft gjithëve. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.